Dita ditës, po e shohim që shumë futbollistë të ri nga Kosova tashmë janë bërë pikë referencë ose pikë interesit për ekipe evropiane dhe shumica atyre po e shohim që kohët fundit po vëzhgohen dhe më pas po transferohen jashtë Kosovës. Pra mosha e re kërkon vëmendje, por njëkohësisht kërkon edhe punë. Dhe tani së fundmi ekipet kosovare kanë filluar që të mendojnë edhe më shumë për këtë pjesën e inkuadrimit të futbollistëve të ri me kontrata profesionale. Një nga ta e kemi sonte në studion e Radio Dugaxhinit, është futbollisti i ri, Rej Spaci, 18 vjeçar, tani pjesë e skuadrës Prishtinës Res. Mirë se vjen sonte në Radio Dugaxhini me tregu përvojën për dëgjues tan. Mirë se jeta na jam, faleminderit shumë për festën, faleminderit shumë për mundësinë. Mosha 18 vjeçare, relativisht moshë e re, po e shohim që futbolli evropian është adekuate dhe ideale momenti kur futbollistët tregojnë potencialin e tyre në këtë moshë. Qysh u ndjeve kur ta ofroi Prishtina kontratën e parë profesionale? Normal, një ndjenjë shumë e mirë, një ndjenjë kisha mujt me thonë pa rrushme se është një mbështetje, është një feedback që po ta jep klubi ty, që veç vazhdo ti me punën tonë, na të qëndrojna pas me këtë mundësit, me përkrojen si në fushë, si jashtë fushë, si çdo sen. Edhe është një ndjenjë shumë e mirë edhe normal, edhe ma krenore kur është një për klube ma mdoja në Kosovë, ma klubi ma i trofesh në Kosovë. Qysh reagon familja? Familja na shta e ngëzu ma shumë zoqë, ne? Më thonë shumë shlirë, po normal, edhe u konë një në shta pritës që u ditë që puna që po e bëj ose puna që po e bëj vazhdimisht e po vazhdoj me angazhimin tem, me përkushtimi, me vullnetin e madh, edhe e kena ditë që në shta kjo ditë vjen edhe është një hap shumë i mirë për fillimin e karrierës teme. E dostat? Dostat. Se ki rrethin e dostat, tash me kontratë profesionale, Prishtina, po ne është goxha arritje. Normal, krenar, se cili që një ose të shen rrugë ose të ful mirë për një sen është krenar, po edhe shok dostat kejt se cili ma i gëzu shumë se tjetër. Kur ekipi fokusohet te gjeneratat e reja, për ty personalisht, çfarë vlere ka? A tregon kjo që është dikush të u kujdes edhe po të vlerëson për çka ke bërë? Po fiks, çaja është shumë e mirë, normal se do të më vlerësu për mirë këtë punë, se peshet që punën tonë për cilë dikush ose po të përkrahut dikush, ndoshta edhe kur nuk je në ditën më të mirë, kur je smut ose kur ki diçka, po secili është të njëjtë ofër, si trajnerat, si menaxherat, si drejtorat, si krejtëtin, po ta japin një mbështetje që të dvyn, normal dvyn, se kanë të njohën mirë, s'ke mund me pas paraqitjet mirë loja, ata apet qëndrojmë për mas, t'japin përkraje, t'irën ndeshje miqësore, ndeshje kontrolluese, testuese, normal, ndjenjë shumë e mirë edhe e din që e ki dikon mbrapa që mundet me nejtë ofër në momentet qia. Te është kjo pjesa jashtë me shihet, në nënshkrimi i kontratës duket krejt e thjesht, fotografitë e mira, edhe ndeshjen mundet me përcjell, po prapa asaj besoj ka shumë punë dhe shumë angazhim dhe shumë sakrificë. Normal, këtë shohim në fund rezultatin, amo çka ke kalu ti ose çka ke hek ti, për marrëdhja ajo është në vetvete ose edhe në vetveten time edhe në ata që mbrin ofër, familja, shokët, këtë tjerë trajnerë personale, shumë tjera. Normal u ka një punë e vazhdueshme pej moshës, jo pej fëmijës, se fëmijës shkon stërvitje për një qef, si vullnet për dashamirësi ndaj sportit, amo kur rritet e shet që po do me zgjidh amo si profesion, atëherë ndrojnë senet, është ma e madhe, ke zgjidh si punë, mi përkushtu ma shumë. Milon shumë qefe ona, shumë senet që të pëlqejnë ose shok të shkojnë, po ti nuk mundesh me shku se je sportist profesionist, është me një rrugë tjetër, një punë ma të madhe se sa muj me thonë, sa shokët e tjerë të ekipit ose se shokët normal. Se puna vetë në klub është menimi jam është me thonë shlisht që nuk mjafton. Do të me zgjedh në punë shtesë ose fitness ose vet ose me trener ose çfarë do të qoftë që me mujt me kallëzu më shumë, ndoshta se sa shoku i skuadrës. Unë më ka rastis me të pa qysh më herët, qysh mosh më të re, edhe e kom pa deri diku në intensitetin e përgatitjeve dhe ushtrimeve që i bën, po për dëgjuesit ton, a mundemi me zbërthy sa punë nevojitet brenda javës dhe se kalon javën risi, sa i përket përgatitjeve, stërvitjeve, më pas edhe ndeshjes. Po, na takum më mëtet, po sa që kena bisedu që nështë me punën më të madhe kanë më mri shumë rezultate, që puna me thonë shtishe është kjo kontrata profesionale. Po një punë e reisit është
shumë tir çdo ditë javës. Çdo ditë javës. Normal dita vikendi kemi lojë. Nëse është loja të shtunën, atëherë dila zakonisht shkon pushim, nëse loja ditën e honja shkon pushim. Në ditë pastaj. Po. Çaj për recovery për rigenerim sa më të mirë lejtore. Ama 6 ditë tjera, 6 ditë tjera është full aktivitet. Është full aktivitet, punë me klub, normal punë shumë intensive, angazhim shumë të madh, punë fitness edhe me trajnim personal. Po është shumë e mirë që me trajnim personal kam një komunikim shumë të mirë, ku nëse jena angazhu shumë klub, ose kena pas ngarkesë të madhe në klub, atëherë komunikojna, sot nuk muj ose sot shkojna ma lehtë ose zëvendësoj me fitness, ku normal se cila e kryen punën e vet dhe ndihmon sa më shumë për me pas një paraqitje shumë të mirë fundjavës. Ty gjatë kësaj periudhe e ke pas fatin me ushtru edhe me 2 futbollistë që tashmë janë larguar nga Prishtina, edhe një jashtëzakonisht premtues si Gallapeni dhe Raçi. Çfarë ka qenë përvoja me ta? Normal po, mirë se kam pas ndjerë me servit me ta, me ludje, disa ndeshje miqësore me ta, po një ndjenjë shumë e mirë se në kanë shumë tafër, shumë komunikues, shumë të kanë ndihmu, të kanë jep një shtytje, të kanë pa lejtori i ri, po vjen për akademisë, të ekipa por për servit. Normal pak e vështirë është se është ndrym situatë, ndrym i këtë ekipit, ata nëse ke gabu diçka ose diçka kanë mënu me orë, me të ful mirë, me të përkra, me të ndihmu edhe me jep ato. Kjo është kur ta don të mirën dikush. Me jep ato që e din ata, edhe normal gjithmonë të ju morr senet më të mira, këtu e po çapo vënaj. Pa veprimi për bën, me munu me kthy në pozitën tem çat njëjtin sen, si po sillet, si po reagon lojë, çfarë po bën krejt normal të vjedh prej veprimeve të tina, me thonë me një fjalë. Çush e ndi kur ose çush ndihesh realisht me dy njerëz që ke punu nga afër, kur i shet tash në skenat evropiane, po qoftë edhe me kombëtarën e Kosovës. Është një farë lloj motivi edhe për futbollistët e ri. Normal, kështu thonë që ndina shumë mirë se e shet që po ke mundësi si një Kosovar me deportu dhe në arena ndërkombëtare, në ekipet mëdha, që është një t'jepët mundësia, nëse keni paraqitje të mirë në fushë, keni paraqitje të mirë edhe jashtë fushë, je sportist, atëherë mund me të jep mundësia edhe në arena ndërkombëtare, sidoqoftë gjithashtu edhe te kombëtare A, te ekipi i parë, me lume kombëtare të mëdha si që Suedia, Slovakia, shumë tjera. Edhe ato me paraqitje fantastike. Po flasim ballafaqe me futbollist me vlera astronomike. Normal që ke ndeshja me Suedin shumë. Po, sakt. Gjokeresh, Aleksandr Isak, po mendoj, nuk vjen çdo ditë kjo mundësi. Normal është. Në karrierën e ke fillu prej fillimit në mbrojtje nga krahu i djathtë apo ke pas pozita tjera? Fillimisht kam filluar si qendër mbrojtës. Kam kaluar mbrojtës të djathtë, prapë më kthej qendër mbrojtës, po që na shtatën ka 3 vjet e fundit jam vend mbrojtës të djathtë. Këtë vllate na luajnë në futboll në sulm. Se atë në krah djathtë. E vërtet. Këtë pa edhe familjar kur vin, këtë thonë ja sulmus me jam golla, po nuk e di. Edhe mbrojtës të djathtë mund të më jap golla, është absolutisht. Po tash të dëshmu bile kohëve të fundit që shumë aktiv janë krahët edhe shërbejnë shumë sulm. Se sa vetë ansort. Po feks mund edhe mbrojtja të krahët mund me të fitoj lojën. S'po di, në lojë që po mbjen është Marcelo kundër Bayernit dhe Real Madrid, e fiton veç ai lojtore fiton lojën, mbrojtësi krahët majt. Sakt. Më rond mend tash është e mirë, po jo, ka filluar edhe na me kriju ky mentalitet. Po, absolutisht. Po është modernizu futbolli tash. Ma let me kap teknika ose metodat futbollit evropian, se janë më të çastshme. Më herët ka qenë më vështirë. Po ndalim pak te fillimi i karrierës. Çka të ka bërë realisht me u inkuadru te futbolli? A ka qenë rastësi apo ka qenë dashni prej fillimit? Ma shumë kisha me thonë dashni prej fillimit, si çdo fëmijë të luajë lagje, të luajë me shokët. Normal merit ka edhe prindit se ma ka po vullnetin mendoj që po luajnë lagje, po kam vullnet, po angazhona dhe më ka drejtuar te një shkollë futbollit. Po tani meritat Maradona normal se kam vazhduar me një çat punë. Edhe e ka po edhe ai që vullnetin tem, normal i ri, 2-3 herë stërvitje njoftë, jo më shumë, po me se s'kom prit me orë çaj e ditë, që me shku me kallëzu veten, e më kthy në shkollë ose më kthy në lagje me tregu diku na epa një gol, e bëni driblim ose diçka atë. Çaj është vullneti për çdo fëmijë që e shet dikush se nuk mund kejt vogël me kon talent ose diçka, po e shet që keni vullnet mirë, po shkon me qef, po me qef me s'po pret më orë ditë. Se i vogël, si shi, si mbush, apet normal, se na do shkor me anu lu servitja,
edhe veç me vazhdu punën, me mrrin një diçka që dikur tani ke, po që po do më bë profesion, po do më bë rrugë e jotja. Ndryshon muhabeti, normal të më shku më serioz. A ke Rami Sadiku ekipi i parë kështu tamam ku ke filluar? Normal, po Rami Sadiku rrugtimi jam pe fillimin, ku kam fillu. Kam kalu më mandej në shkollën e futbollit të futboll. Më kthy prapë Rami Sadik, tashem te Prishtina që 2 vite e gjysmë. Sa ke qëndru te top futbolli? Më qëndru 4 vjet. 4 vjet, okay. Kini specifik të radhë. Për derisa shumica futbollistëve zgjedhin njërin kombëtar, ti ke provu 2 jat. Po. Edhe Shqipërinë edhe Kosovën. Po e kthy nga Shqipëria te Kosova realisht. Pe i vogël kam bu paraqitje për Shqipërinë, U15 kam bu një lojë miqësore kundër një ekipi të Elbasanit, FCP pa më duket. Tani kam vazhduar 15 ndeshje testuese ku paskua, derisa më ka ardhur një ftesë për një lojë internacionale kundër kombëtarës Italisë. Po. Shqipëria U17 kundër Italisë. Edhe aty ke debutuar realisht. Aty kam debutuar në Albania në stadium, në ngjen nuk po di, s'më përshkrueshme është. Në trajnerin e përmendjes vështore ta kur hybni në stadium me sheni mbi bankë rezervë shumë një fjalë, nuk ja u tregoj çfarë, por kur thënë sheni, këtë u shtangëm se nuk e kishëm pa kur henëm në fush, kështu që ti Shqipëri më jam der. Edhe ka një të tërësia trupin, një ndjenje s'di me për shumë e fjallë. Po, patëm problem dokumentacioni me Shqipërinë, po si jem këtu në Kosovë, ka pas interesim se pindeshjeve të mira që i kom lunë klub, pe kombëtarës Kosovës. Më pastaj e kontaktu nga kombëtarja Kosovës? Po, jem kontaktu, më vazhdu me ndeshje testuese, tani tu fillu me ndeshje miqësore kundër Maqedonisë, Shqipërisë prapë na lu, edhe kena lu në lojë internacionale në kualifikime për Evropian kundër Anglisë, Kroacisë edhe Ishë Faroe. Mandej kam vazhdu edhe te kombëtarët e Kosovës me radhë, me qenë 18, 19 dhe tash fundit e U20. Tash jetë e U20, a ki drejtën edhe te U19 që ende apo jo? Jo, nëse s'ka bëjë ka përfundu me U19, se sa i kena ta shkojna me një gjerah më të madhe. Po, tash trampolina 20 edhe eventualisht pastaj 21 shelan. Edhe aja, s'ka kush ka më shumë. Cilat janë planet e reisit, po flas, qoftë afat shkurt, qoftë afat gjatë, tash me Prishtinën normalisht të hapen shumë dyrë, pasi kontrata profesionale ta mundson edhe derën për me qenë. Bile realisht se ka shtu harruti e ke provu edhe ekipin e parë në miqësore në Antalya nëse nuk gaboj. Po, fix kena lu, jo në Antalya Mboliun, Turqi. Po, kena lu me lojë miqësore, kena lu 3 ndeshje miqësore, 2 kam jam hyrë si rezervist, 1 kam lu si ndë startues. Normal, deputim me ekipin e parë, ndeshje miqësore shumë gjeni mirë që se kam marrë që dikush po ta vlerëson. Sa ato që po bën ti, sa ato që po mënohesh ti, mirë pres me debutu edhe në ndeshje kampionale, dita ditës edhe me dëshmu edhe me kallëzu që di me lu, me jep shket që a komponu dhe i sot ose që a jem të e bu, vazhdimisht me jep te ekipa parë. Falenderoj kejt trenerat të ekipit parë, drejtura sportiv, menaxhmentat kejt që ma kanë jep mundësinë, besoj që kam më jep prapë edhe me vazhdu me kallëzu rezultatin tem, punën tem. Fantastike. Atëherë këtu po e përmbyllim këtë pjesën e bisedës me reisin, të falenderoj shumë që ishe sonte me neve për me tregu historinë tënde, një arritje që është hapi i parë tash në profesionalizëm për ty realisht, pasi qele dera për shumë sfera tjera, për shumë aventura tjera që të presin. Ne të urojmë shumë sukses edhe me pas sukses qoftë me Prishtinën, qoftë me Kosovën, qoftë në arenën ndërkombëtare. Na jam faleminderit shumë për te, që më ke ftuar, që më ke përzgjedhur ndoshta për me jap mesazhin tim, edhe besoj që puna jem ka mu dalë pa, ka mu shpërbly edhe nuk ka më zhgënjur asnjë që ka besu te. Faleminderit edhe për te, kena bërë intervista edhe tjera, po edhe për sot shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Atëherë, shkutemi me Sokolin me një pikë muzikore dhe më pas kthehemi pas marketingut dhe muzikës, kthehemi në pjesën e dytë të emisionit.